ishte shpëtimtari ime dhe thomë, o Zot, çfarë jam këtu bo, më fali, kërkoj Zotit falje dhe thomë, jap betim vete se prej sot ëmbla do të jetë prioriteti jonë. E kemi prit me shumë kënaqësi edhe jemi përshtatur ëmblës gjatë gjithë kohës edhe gjithkush, kush e ka pa ëmblën, do me thonë, nuk kishte shpresa se ai fëmijë do bëhet. Më kupton? Ishte shumë e dobët, muskulaturën e s'kishte muskulaturë, thjesht ishte shumë kështu e butë, s'kishte as qafën, nuk dinte ta mban as shumë e butë ishte. Por ama me përkushtim, 2 vjet, për çdo mëngjes, vajzës i kam bë ushtrime, gjimnastik, edhe ajo arriti ta mbaje qafën. Edhe kur i boni vetëm 2 vjet, ajo filloi edhe të ecë, sa krejt mjekët habiteshin. Por ama unë çdo lëvizje, vetëm me konsultim të një fizioterapeuti, ai m'udhëzoi edhe më tha, do me thonë, çfarë do lëvizje që do t'i bësh vajzës, do jetë e mirë se sa ta biesh te një fizioterapeut. Ti do ja bësh me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi dhe por çdo ditë 2 vjet ka gjysmë ore vajza u çon kam. Po. Edhe sot ajo gëzon një shëndet të plotë dhe është shumë e fortë, shumë e mirë është, por ama nga lindja e ka të dëgjimin e ka të dobët, shumë të dobët, që të dobët. E kishte në fillim se ç'tash vetë ju i ka ardhur mirë është, i ndëgjon, po si duket i ndëgjon krejt ato që don ajo. Vajza e madhe është pianiste. Edhe kjo, ndoshta duke ndëgjuar motrën e vete, edhe gjithmonë futeshte do me thënë sa zgjoheshte shkonte te pianoja. Edhe gjithmonë notat e njëjta u binte. Gjithmonë. Unë nuk e kuptoj ndoshta shumë muzikën klasike, por ëndra thonte se mami ëmbla bën muzikë kishtare. Oh, sa bukur. Ama të njëjtat nota i përsërite gjithmonë edhe shijonte, vendonte veshin te tastë aty edhe ndëgjonte me vëmendje, derisa ne ja ndruam karriken e pianës. U dash ta ndrojmë atë karrike, për shkak se ëndra si duheshte një karrike tamam e pianës profesionale, ne ndruam atë karriken edhe ajo më nuk donte ta prekë atë piano, për ndryshe ka vesh muzikës klasike. Ajo dëgjimin e ka shumë dobët, por muzikën klasike e ndëgjon dhe është shumë e habitshme, sepse po t'i lëshojmë një muzikë, vjen keq të thonë ndoshta po muzikë tallavat, t'i lëshojmë ajo ishtin i mbyllën veshët. Edhe interesant është me dëgjimin e dobët, këta muzikën e dallon. Ka marrë vijat gjenetike të talentit të muzikës nga motra atyre. Ëndra thotë se ka vesh absolut, tash nuk e di.